Vajza shqiptare që u martua me një sheik. Kristi lindi në një qytet të vogël të Shqipërisë, një vajzë e zgjuar dhe me norma. Ajo, pasi përfundoi shkollën e mesme me nota të mira, shkoi në shkollë të lartë në Tiranë për juridik. Gjatë asaj kohe, njohu moshatar të saj, por askush nuk e kishte bërë që të dashuroj. Dhe një ditë njohu një burr, i cili ishte më i madh në moshë se ajo, por ky e bënte që të ndihej një princesh, veçse ai nuk e ftonte kurrë në shtëpi, dhe kjo i bëri shumë përshtypje asaj. Saqë ajo u detyrua që të vendoste një investigator privat, por kur s'do t'ja priste mendja për atë që zbuloi. Investigatori i tha që burri që ajo njihte ishte i martuar, madje kishte edhe fëmijë, por Kristi nuk e besoi, sepse për të ishte e pamundur. Dhe kur e pyeti burrin, ky pranoi, duke gjetur pretekse që gjoja nuk shkonte mirë me gruan. Dhe Kristi e provokoi duke i thënë që mund t'i telefononte gruas, dhe aty plasi sherri, e kështu ajo e la. Nga ky zhgënjim i madh, Kristi u mbyll në vetvete, nuk fliste me askënd dhe filloi që t'i përgjigjej të gjithë atyre që i shkruanin në Instagram. E kështu një ditë njohu një djalë nga Dubai me emrin Zahir. Ajo kishte dëgjuar shumë shoqe të saj që kishin njohur burra të pasur, por Kristi donte vetëm një njeri të mirë për të krijuar një familje dhe kaq. Miqësia mes tyre u kthye në dashuri, sepse Zahiri ishte një djalë i mirë dhe i të njëjtës moshë. Ata pothuajse shiheshin çdo ditë në webcam dhe pas disa muajsh Zahiri i kërkoi që të rrinin bashkë disa ditë dhe Kristi pranoi. Ai i preu një bilet vajtje ardhje për 13 ditë në një hotel të thjeshtë në Dubai. Ndonse pak me frikë, Kristi pranoi dhe shkoi. Por vizita e saj zgjati më shumë se 2 javë, sepse u dashuruan shumë mes tyre dhe Zahiri i kërkoi që të rrinte në një shtëpi tjetër sepse ai kishte 2 shtëpi. Të rrinte sa të donte dhe kur të bindej mund të martoheshin bashkë. Në fakt, Zahiri kishte shumë respekt për shqiptarët dhe Shqipërinë dhe i premtoi asaj që nëse do të martoheshin, dëshironte që të vinte në Shqipëri me pushime së bashku me të. Por pas disa muajsh, Zahiri vdiq në një aksident dhe Kristi mbeti mes të 4 rrugëve. Prindërve ajo u kishte thënë se punonte në Dubai dhe ata vazhdimisht i thoshin që të kthej, por Kristi nuk e pranonte humbjen, e kështu kërkoi punë. Pasi shkoi në disa agjenci, njëra prej tyre i tha që mund të angazhonin si vajzë imazhi dhe që mund të fillonte qatë ditë punë. Pikërisht atë mbrëmje kishte një darkë ku merrnin pjesë edhe disa sheik. Dhe njëri nga bodyguardët, pasi pa format e theksuara të Kristit dhe bukurinë e saj të rrallë, i tha hajde se do të prezantoj me një sheik. Dhe sheiku, sapo e pa, menjëherë i tha Kristit nëse donte, ai mund ta martonte si një nga gratë e tij. Kristi, me qenë se nuk kishte shumë zgjidhje, ajo pranoi dhe u bë një nga gratë e shumta të sheikut. Por shumë shpejt kuptoi se ajo nuk ishte jeta që dëshironte, sepse ajo trajtohej si një hiç. Nuk kishte përkushtimi që meritonte, madje duhej që të respektonte disa rregulla që për të ishin të pamundura, sepse Kristi kishte bërë një jetë me liri të plot. E kështu, pas një farë kohe, i kërkoi leje sheikut që të ikte për gjithmonë, sepse nuk mundej më me atë jetë. E pas shumë peripecish u kthye, por nuk mundi të merrte dot asgjë. E kështu Kristi, pasi përshëndeti familjarët në Shqipëri, u tregoi se çfarë kishte ndodhur dhe ajo iku përgjithmonë nga Shqipëria dhe jeta e saj nuk mori kurrë një drejtim të caktuar. Dhe siç thotë ajo vet, ndonjëherë ëndrat nuk bëhen kurrë realitet. Ju, çfarë mendimi keni për këtë histori? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.